Përvoja e krijuar dhe e ndërtuar në Kosovë natyrisht ishte më së mirëpritur për një shërby vendeve të tjera. Kemi arrit me transformu sistemin e drejtësisë në atë mënyrë që me bo ma të lehtë për të mbijetuarit e dhunës seksuale të luftës përmirësos këtyre institucioneve. Patëm mundësi në një periudhë kohore me shfaq edhe një video mesazh nga mbijetuesi tash i njohur për Kosovën, zoti Ramadani Shori apo Dani siç e quajmë na. Ky mesazh u mirëprit shumë nga audienca për faktin që shoqëria kosovare, po dhe rajoni realisht e ka të vështirë me prunë në sipërfaqe dhimbjen e një burri si viktime dhune seksuale dhe prezenca e tij përmes një video të shkurtër u mirëprit nga të gjithë të pranishmit dhe u aplaudua për guximin, forcën që ai ka pas për dalë edhe me fol publikisht edhe me nda storin e tij me gjithë shoqërinë tani më që njihet për publikun kosovar. Unë kam pas nderin dhe kënaqësinë me qenë pjesë e panelit të dytë ku flitet për qasjen, drejtësi dhe llogaridhënien, për t'i ndarë përvojat e ndërtuara tani më në Kosovë, praktikat të cilët po funksionojnë, falë këtyre praktikave, kohëve të fundit kemi parë që numri i rasteve të cilat po bashkëpunojnë me institucionin e prokurorisë, po rritën, veçmë janë 12 akt akuzat të konfirmuara, një rast është prapa Grilav, kështu që përvoja e krijuar dhe e ndërtuar në Kosovë natyrisht ishte më së mirëpritur për një shërby vendeve të tjera të cilat ballafaqohen edhe sot me dhunën seksuale të luftës, pra një përvojë që e ka në tekst të veçantë të mbijetuarën, që drejtësia nuk është vetëm me vu një dhunues prapa Grilav, po është proces shërimi, është proces i njohjes, është proces i validimit të përvojës traumatike, e mbi gjitha është proces fuqizues jo vetëm për të mbijetuarit, por edhe familjen, por edhe komunitetin në tërësi. Kam arrit me elaboru sfidat me cilat ballafaqohen të mbijetuarit gjatë procesit të kërkimit të drejtësisë dhe njëkohësisht praktikat e ndërtuara, bashkëpunimi i mirë me Prokurorinë Speciale për Krime Lufte, Policinë për investigimin e krimeve të luftës, por edhe me gjyqësorin e së fundmi edhe krijimi i një dhome të sigurt ku të mbijetuarit e dhunës seksuale të luftës gjatë procesit të dëshmisë në gjykatë mund ta kenë mundësinë me dhënë dëshmi edhe në formë elektronike pa u ballafaquar dhe ritraumatizuar në atë proces. Pra jo mundu mi nda njëkohësisht përvojat, mënyrën që kemi arrit me transformu sistemin e drejtësisë në atë mënyrë që me bo ma të lehtë për të mbijetuarit e dhunës seksuale të luftës përmirësos këtyre institucioneve. Bashkërisht edhe Bosnia edhe Kosova e ndajmë të njëjtin mendim që trauma e dhunës seksuale është një traumë që s'ka kufi, që don tretman afatgjatë edhe që don tretman multidisiplinar. Pra nuk mjafton ajo të trajtohet vetëm për një periudhë kohore, pasi po e shohim tash që si proces i rezultateve të dhunës, po e vrejmë traumën e të brezat që po vinë pas. Pra ideja ka qenë që bashkërisht të kërkojmë që me pas më shumë vëmendje në trajtim afatgjatë për të mbijetuarit e dhunës seksuale të luftës, të ketë procese të drejtësisë të atilla që ja mundsojnë të mbijetuarit së dhunës seksuale me dëshmu suksesshëm edhe me arrit drejtësi, po mbi gjitha edhe me ngrit zërin për parandalim, pasi fatkeqësisht edhe kur po japim këtë intervistë në vende të ndryshme të botës, përfshirë edhe Ukrainën që e kishim prezent aty, dhuna seksuale si arsenal i luftës po vazhdon të jetë pjesë e integruar, çka po shkatërron me mira jetra të individëve.